ndërkaq që erdhi radha që ta ndajmë edhe çmimin kryesor të kësaj nate. Pra, është çmimi Best Video 2016. E për të ndarë këtë çmim, unë kam kënaqësinë e veçantë që të ftoj në skenë dy personazhe shumë të dashura për të gjithë ne. Është ky kryetari i komunës së Gjilanit, zotri Lutfi Aziri, së bashku me bashkëshortën e tij, Mirvete Aziri, këngëtare. I ftojmë që të vinë në skenë. Mirëmbroma. Mirëmbroma. Respekt. Mirëmbroma kryetar, mirë se na gjon. Mirëmbroma. Ç'është e diu në sekret, të gjermanisht fol të Mirëmbroma, çandesh Mirvete. A ç'është? A vetë që çapo të na? Ha? A do të tjetër për çfarë? Ah, faleminderit. Si drejtë. A peshë se ki burrën bash burr të mirë. Për çato dhe ku mor, nuk e kam lënë vet. Nuk e lë vet veç ditën kur punon. Mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirëmbroma, është kënaqësi e veçantë që sot të jem në këtë mbrëmje të veçantë në Gjilan. Tashmë Gjilani prej janarit deri në dhjetor ka një kalendar kulturor jashtëzakonisht të madh, bujshëm, dhe jemi edhe ashtu qytet kulturor. Zhurma sonte është ardhur në festivalin e radhës dhe është shumë e vërtetë që për herë të parë marr pjesë dhe tash e tutje ku mundu me qenë edhe fizikisht gjithmonë pranë zhurmës. Jemi të nderuar që ndajmë çmimin kryesor. Pra ato të jetë çmimi për videon më të mirë. Faleminderit, atëherë shkojmë. Të shohim në vënimin. Po. Zhurma Video Music Awards Best Video 2016. Atëherë presim fituesin. Që se mundeni me arë pak ma shkaku i ndryqimit. Faleminderit. Nuk si as ka nevojë, sa është e rregulluar, po kryetari pak. Nuk e lë vet. Ha? Për di ama shkaku i fytyrës, kështu tash ne po dukemi bukur, edhe fituesa është. Hajde kaç. Noizi. Ova, hajde Noizi. Juve. A është gjelozja? A është stirri të hyqë? Atëherë, çfarë keni për të thënë? Kështu edhe zhurma ka bazën rojën e emrit Noizit. Është lumi aja po? Është lumi, eja lumi. Eja në skenë të babi mami dhe tek fansi i Noizit si duket. Mund ta përqafosh lumi. Një duar trokitje për lumi një vite. Të kujnash? Djali kryetarit. Si çdo vit kemi punuar shumë. Mami të pojnë gjallë, apo? A je si mami, a si babi? Ha? Si Noizi. Po, jo mire ki. Edhe boj zemë krejt në i mabozit pojnë gjallë. Se pat plot. Atëre, si çdo vit kemi punuar shumë, po si vjet e kemi tepru, kështu që këto janë pasojat, ju falenderoj gjithëve, ju dua. Urime. Ju falenderim shkon për gjitha ata që na kanë mbështetur prej fillimit, për fansat, për kolegët, për mediat, edhe për gjithë gazetarët që na kanë përmend, edhe përshëndetja më e mirë shkon për cili është grupi më i mirë edhe një herë? OTR, we run this. Urime suksese. Atëherë ju dëshirojmë suksese, urime të më të tjeshme. Kryetar, faleminderit shumë për prezencën, për ndarjen e çmimit, Mirvete, faleminderit. Dëshiroj të them diçka kështu publikisht. Shpresoj që kam dhënë atë maksimumin tim. Arsyeja që kam marrë sonte me udhëheq këtë spektakël i kam dy arsye. Arsyeja e parë është babai im, i cili ka punu gjysmën e jetës në Gjilan, në Moravë të Binqës edhe në Soliter të Gjilanit, që vërtet më ka bo me dasht shumë Gjilanin, edhe rrethin e Gjilanit, dhe arsyeja dytë është e madhja e Dona, që është një producente fenomenale, që ka marrë edhe falenderit e Dona, falenderit familjes tonë, falenderit Ziko TV edhe gjithë juve që jeni sante. Me që jemi këtu ne falenderojmë përveç këtyre që i përmendim Ilaimi,
edhe krejt stafin të cilët me të vërtetë kanë kontribuar që kjo mbrëmje të shkojë sa më mirë, gjithashtu edhe sponsorët pa të cilët ky eveniment nuk do të ishte i mundur. Megjithatë, unë kisha kënaqësinë dhe nderin që në krah ta kem për moderim zotëriun Milajn Zeka. Faleminderit Kaçusha. Mirupafshim në edicionin e ardhshëm të Zhurma Show. Mirupafshim.